Silicon Valley dëshiron t'ju vërë një çip në tru. Nis betejë për privatësinë, por edhe për të ardhmen e specieve njerëzore. Do të vijë një ditë kur njerëzit do të vendosin vullnetarisht një çip kompjuteri në tru. Të paktën kështu beson Dr. Scott Phoenix, sipërmarrës teknologjik dhe investitor në Silicon Valley, i cili paralajmëroi gjatë konferencës 8-2026 se bashkimi mes njeriut dhe inteligjencës artificiale është shumë afër se sa mendohet. Së pari, do ta bëj dikush me cilin punoni. Ju do të rezistoni për pak kohë, siç bët dikur me semaforët, por në fund nuk do t'i shpëtoni dot, deklaroi ai përpara audiencës në Vancouver. Avantazhet e integrimit do të jenë shumë më të mëdha. Ajo që dikur tingëllonte si fantashkencë po kthehet gradualisht në një debat real në industrinë teknologjike amerikane. Disa nga figurat më të fuqishme të Silicon Valley besojnë hapur se ardhmja e njerëzimit lidhet me bashkimin biologjik me AI. Sam Altman, shefi OpenAI, ka deklaruar se në vitin 2017 bashkimi me inteligjencën artificiale mund të jetë skenari më i mirë për mbijetesën e njerëzimit, ndërsa miliarderi Peter Thiel është prej kohësh mbështetës i idesë së transhumanizmit, filozofia që synon transformimi radikal të trupit dhe mendjes njerëzore përmes teknologjisë. Megjithatë, teknologjia është ende në fazat e para. Implantet cerebrale të njohura si brain computer interfaces aktualisht përdoren kryesisht për qëllime mjekësore. Rasti më i njohur është ai i Noland Arbaugh, personi i parë që mori implantin e kompanisë Neuralink në Elon Musk. Ai ishte i paralizuar nga qafa e poshtë, tani mund të kontrollojë një kompjuter vetëm me mendje, por ndërsa implantet direkt në tru mbeten ende të ralla, forma më të lehta të neuroteknologjisë janë tashmë pjesë e jetës së përditshme. Syzet inteligjente, orët smart, byzylykët e fitnessit apo aplikacionet që masin stresin dhe gjumin. Dhe pikërisht, këtu nis betejë e madhe. Këto pajisje nuk mbledhin vetëm të dhëna për aktivitetin fizik. Ato mund të regjistrojnë sinjalet neurologjike, emocionale, reagime psikologjike dhe modele sjellje, si një thesar i informacioni që kompanitë teknologjike e konsiderojnë nata e shekullit të 21. Nafta e shekullit të 21. Nëse të dhënat janë nafta e shekullit 21, atëherë të dhënat e trurit janë nafta bruto, paralajmëroi ish-drejtoresha e UNESCO-s Andrei Azoulay në Financial Times. Duhet t'i mbrojmë shumë më fort. Industria po rritet me ritme të frikshme. Tregu i ndërfaqeve tru kompjuter aktualisht vlerësohet në rreth $350 milion, por parashikohet të arrijë në $1.2 milion deri në vitin 2035, ndërsa tregu i përgjithshëm i neuroteknologjisë mund të shkojë në $52 miliard deri në vitin 2032. Në Silicon Valley kjo shihet si revolucion i ardhshëm teknologjik. Për kritikët është fillimi një gare të rrezikshme për kontrollin e mendjes njerëzore. Ekspertët paralajmërojnë se zotrimi i sasive të mëdha të dhënave neurologjike mund të përdoret për reklama ultra të personalizuara, manipulim sjellje, survejim psikologjik dhe ndikim të drejtë për drejtë mbi vendimarrjen e njerëzve. Frika po shtyn disa shtete amerikane të reagojnë. Colorado, Kalifornia, Kentucky dhe Montana ka nisur të miratojnë ligje për mbrojtjen e të dhënave nervore, ndërsa në Senatin Amerikan është propozuar edhe mindart një projekt ligj që kërkon rregullim federal të dhënave neurologjike. Në qendër të debatit është pyetja më e madhe: a duhet të lejohen kompanitë private të kenë akses në mendimet dhe reagimet më intime të njeriut? Suzanne Schneider, drejtoreshe e qendrës për të ardhmen e AI-s dhe shoqërisë në Universitetin Atlantik të Floridës, e quan logjikën e bashkimit njeriut me AI thellësisht të shtremruar. Inteligjenca artificiale duhet të zhvillohet në mënyrë që të mbrojë privatësinë dhe të ndihmojë njerëzimin të lulëzojë, ka deklaruar ajo.
por figurat më radikale të Silicon Valley duket se mendojnë ndryshe. Peter Thiel ka folur hapur për transformimin e trupit njerëzor në një trup të pavdekshëm. Brian Johnson, miliarderi i obsesionuar pas zgjatjes së jetës, deklaroi në fund të vitit të kaluar se epoka e re e njeriut ka ardhur, ndërsa Dario Amodei, shefi Antropik, shkroi se njerëzimi po hyn në një ritkalimi të pashmangshëm si specie. Vet Phoenix beson se njerëzit nuk do të kenë zgjedhje tjetër përveç bashkimit me AI-n. Ose hipim në tren, ose mbetemi pas në një mënyrë shumë të keqe për ne, thaj. Nuk besoj se do të jemi në gjendje të kontrollojmë një truzot. Kemi vetëm mundësinë ta humanizojmë atë. Kjo ide po shkakton reagime të forta si në të djathtë ashtu edhe në të majtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Disa konservatorë paralajmërojnë se brezat e rinj po mësojnë të jetojnë si kafshë shtëpiake të makinerive, ndërsa progresistët akuzojnë elitën teknologjike se po përdor AI-n vetëm për më shumë pushtet dhe pasuri. Megjithatë, përplasja e madhe sapo ka nisur dhe nuk ka të bëjë më vetëm me privatësinë apo teknologjinë. Debati real sipas Politico është shumë më i thellë. Çfarë do të thotë të jesh njeri në epokën e inteligjencës artificiale?